Gjatë jetës son, të gjithë do të lëndohemi. Dikush do të na tradhtoj, dikush do të na gënjej, dikush do të na zhgënjej, dhe ndonjëherë plagët më të thella nuk na I shkaktojnë të huajt, por njerëzit që I kemi besuar dhe dashur. Atëherë lind pyetja, çfarë bëjmë me atë dhimbje? Falja, një fjalë e shkurtër, por ndoshta një nga gjërat më të vështira që mund të bëjë një njeri. Shumë njerëz mendojnë se falja është dobësi. Unë besoj të kundërtën. Falja kërkon forcë, kërkon guxim, kërkon karakter. Është lehtë të urresh, është lehtë të hakmerresh, është lehtë të mbash inat, por të falesh, kjo është fuqi. Shumë njerëz mendojnë se falja do të thotë të harrosh. Nuk është e vërtet. Falja nuk do të thotë të pranosh padrejtësinë. Nuk do të thotë të lejosh dikujt të lëndoj përsëri. Falja do të thotë të mos lejosh që urrejtja të jetoj brenda teje, sepse urrejtja nuk e djeg vetëm tjetrin, ajo të djeg ty. Të gjithë njerëzit në këtë botë kanë vetëm një gjë të përbashkët, e jo dashurinë, jo mirësinë, jo zemërimin, por përsosmërinë. Të gjithë jemi me temeta, të gjithë bëjmë gabime, të gjithë bëjmë mëkat. Kam parë njerëz me pushtet, kam parë njerëz shumë të pasur, kam parë njerëz fetar dhe njerëz që luftuan për lirinë. Asnjëri nuk ishte I përsosur. Të gjithë bëjmë gabime. Të gjithë luftojmë me diçka. Askush nuk I ka të gjitha nën kontroll. Nëse dëshiron të jesh më I lirë, më I qetë, më I përqendruar te qëllimet e tua, ka një rrugë. Fal. Fale personin që të ka lënduar. Dhe me kohën do të ndjesh se barra që ke mbajtur ndoshta me vite në zemër fillon të largohet. Do të ndihesh I lirë dhe do të kesh më shumë energji. Aty ku I dikur jeton të urrejtja, fillon të lind paqja. Falja nuk e ndryshon të kaluaren, por mund të ndryshoj të ardhmen. Mos fal sepse tjetri e meriton, fal sepse ti e meriton të jetosh I lirë dhe në paqe. Falja nuk është dhuratë për atë që të lëndoj, është dhuratë për shpirtin tënd. Në momentin që fal, nuk e çliron atë, çliron veten. Në fund të fundit, zemra që fal është zemër e lirë. Në fund dua të ndaj me ju një mendim. Teurati, Bibla dhe Kurani, pavarësisht dallimeve të tyre, na kujtojnë të njëjtën gjë, se Zoti është I mëshirshëm dhe falës. Madje edhe në Kuran thuhet, Ai ja ka bërë detyrë vetes mëshirën ndaj njerëzve. Kjo do të thotë se Zoti I gjithësisë na premton mëshirën e Tij për ata që kthehen tek Ai me pendime të sinqerta. Kjo më shtyu t'i bëj vetes një pyetje. Nëse unë shpresoj që Zoti të më fal mua, kush jam unë që të mos fal dikë tjetër? Faleminderit që më dëgjuat. Nëse kjo video të bëri të mendosh, atëherë ajo e ka arritur qëllimin e saj. Shihemi në video tjetër.